Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga xhamia pejgamberit ton alayhi salatu wassalam. Edhe sikur se e shihni, ka njerëz plot që vinë moment pas momentit, edhe pse është orë para namazit të sabahut, vinë edhe kanë dëshirë të nxanë një vend neri në xhaminë e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku duhet theksu se çdo cep i kësaj xhamie është vend nerit. Edhe kurdo që i mundsohet nga Allahu Azza wa Jall për të ardhur në këtë vend, duhet me e ditë se është i ndëruar nga Zoti i gjithësisë, i cili e fton për të ardhur në huzur të pejgamberit alayhi salatu wassalam, për të përfituar nga kjo mirësi shumë e madhe, për të kuptuar se si Allahu Azza wa Jall i hap njeriut dyert e afrimit, e dyert e bekimeve të tij, për ta marrë përdore drejt përmirësimit të gjendjes, drejt përmirësimit të besimit, drejt ripërtritjes së besës së tij me Allahun Azza wa Jall. Edhe të kësa vije për të hyrë në xhami, po mendoja, pikë së pari ka shumë njerëz që kur hynë në pjesën e afërt me hyrjen kryesore të xhamisë së pejgamberit alayhi salatu wassalam, i heqin shapkat e tyre. I heqin shapkat në respekt edhe në edep me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Pra, si për të thënë që unë po vi drejt pejgamberit, mirë po nuk duhet të trazoj qetësinë e zotnisë së tij me trokitjen e shapkave të mia. Emocionalisht kjo është një gjë shumë e bukur. Edhe emocionalisht kjo është një sjellje fisnikësh. Mirë po ajo që më vjen në hatër sa herë që shoh djem të ri, e sidomos të moshuar që e bën një gjë të tillë, përveç respektit edhe vlerësimit për veprimin e tyre, e pyes veten shpeshherë që a kam arrit unë, a kemi arritur ne, që në realitetet tona të përditshme, me heq shapkat e hutimit për të mos trazuar me trokitjen e tyre e me zhurmën e tyre, dashninë e pejgamberit alayhi salatu wassalam në zemrat tona. Sa herë që shoh këtë pamje, e pyes veten, po sikur unë, edhe nëse i heq krejt shapkat, edhe përpiqem me të gjitha mundësitë që simbolikisht mos trazoj qetësinë e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe të vi në xhaminë e tij me shumë edukate, respekt dhe etik. Po në jetën e përditshme, a jam i aftë unë që të largohem nga çdo gjë që e bezdis pejgamberin alayhi salatu wassalam, po të ishte i pranishëm brimet. Subhanallah, keni parasysh që çdo ditë ne e dëgjojmë më e pakta 5 herë në ditë shahadetin nëpërmjet ezanit. Pra dëshmojmë edhe dëgjojmë njëkohësisht Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, unë dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut. Pejgamberi është me mua, pejgamberi është me ne. Pra Allahu Azza wa Jall nuk e ka nda emrin e pejgamberit alayhi salatu wassalam nga emri i tij i mëndshëm. Ajo çfarë më vjen në hatër për të pyetur në këtë moment është, a jemi ne të aftë për me e njohur realisht pejgamberin alayhi salatu wassalam si të ishte brinesh? Për pasojë, a do të vepronim me praninë e pejgamberit alayhi salatu wassalam siç veprojmë? A do ta humbnim kohën siç e humbim? A do të abuzonim me jetën tonë siç abuzojmë? A do të linim veprat e mira dhe kur e them këtë fjalë hap një klap, edhe shëno brenda saj çdo gjë që pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka thënë vepër të mira. A do të abuzonim me mundësinë e veprimit të mirave, me praninë e pejgamberit ton alayhi salatu wassalam brinesh? Subhanallah. Kjo është e para. E dyta, teksa vim në xhaminë e pejgamberit ton alayhi salatu wassalam, pikërisht kjo pjesë. Pra nga këtu ku përfundon mimberi dhe mihrabi pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe merr në këtë krah
Këtë pjesë përpara është pjesa që njihet ndryshe si dhoma apo zona e hyrjes së Hazreti Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Të gjitha dyert e tjera që lidheshin me xhaminë e pejgamberit alayhi salatu wasalam, urdhëroi ai zotëni që të mbylleshin, përveç derës së Hazreti Ebu Bekrit. Edhe sot ajo derë mban emrin Hazreti Ebu Bekrit. Po vija dhe hyra të falë 2 rekat në atë zonë. Subhanallah, ka një përshpirtje të jashtëzakonshme dhe me erdhi në hatër që ajo derë nuk mbyllet dhe nuk do të mbyllet deri në ditën e fundit me porosi të pejgamberit alayhi salatu wasalam, si për të mësuar ai zotni i të ashtun dhe i shtrenjtë që muslimani, që besimtari, sa më shumë që përngjasohet me modelin e Hazreti Ebu Bekrit në besimin e tij, në sjelljen e tij, në edukatën e tij, në familjen e tij, në përkushtimin e tij ndaj Allahut subhanahu wa taala, në sakrificën për të mirën e fesë, në mbrojtjen e pejgamberit alayhi salatu wasalam, në virtytet e nalta, në përkushtimin për të dëshmuar përkushtimin e zemrës dhe dashninë e saj për Allahun azza wa jall e për pejgamberin alayhi salatu wasalam. Sa më shumë që e bën një gjë të tillë, aq më herë do të jetë e aq më shumë do të jetë afër pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pra, është lanë kjo derë hapun deri në ditën e fundit, si për të më thënë që gjithmonë ka një derë që nuk mbyllet asnjëherë për të qenë mbi pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ajo derë është dera e virtyteve të Hazreti Ebu Bekrit. Subhanallah. Subhanallah. Ka një derë që asnjëherë nuk na mbyllet për të qenë mbi pejgamberit alayhi salatu wasalam. Është dera e dashurisë, e besimit absolut në dërgesën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dera e vullnetit për ta përkrah pejgamberin alayhi salatu wasalam, e thirrjen e tij pa asnjë lloj kompromisi. Allahu Ekber. E sa herë që e vija dhe falem në këtë zonë të begat, kam një ndjesi, një lloj ambëlsie, një lloj prehje dhe qetësie, si të isha duke hyrë në xhami përbri madhështisë së Hazreti Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Ai burri madh i cili asnjëherë nuk dëshoi tek pejgamberi alayhi salatu wasallam, as edhe një herë të vetme. Ishte personi që e besoi pa asnjë lloj dyshimi. Ishte i pari dhe i vetmi që kur nuk vuri në dyshim asgjë të pejgamberit alayhi salatu wasallam. Edhe përfitoi një llagep që nuk e mori askush tjetër nga asnjë prej krijesave të Allahut azza wa jall. Mi faqen e Dheut. Morri titullin as-sahib, shoqënues i besnik i pejgamberit ton alayhi salatu wasalam. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Pra përkujto kur pejgamberi alayhi salatu wasalam i tha shokut të tij, shoqënuesit të tij, la tahzan, mos u dëshpëro sepse Allahu është me ne. Allahu Ekber. Ndoshta e ndër të tjera, edhe për t'ju thënë gjithë secilit prej nesh, sa herë që vjen në këtë zonë, e sa herë që hyn në këtë xhami, e sa herë që sjell në hatër, ma e pak të Hazreti Ebu Bekrin, mos u dëshpëro se Allahu është me ne. E sa herë që jemi me Allahun, e sa herë që përpiqemi që ndrojmë besnik Zotit ton, e për të mos devijuar nga istikameti i asaj çfarë Zoti don prej nesh, aq më shumë kuptojmë dhe ndjejmë se pa asnjë dyshim Allahu është me ne. Pa asnjë dyshim Allahu azza wa jall nuk i braktis besimtarët. Nuk e braktis njeriu punëtor, zelltar, vullnetmir, zemërgjan, i cili e din se në çdo hap e në çdo frymë të tij ka një Zot që e bekon atë hap dhe atë frymë përderisa ai hap e ajo frymë janë për Zotin e gjithësisë. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ajo çfarë lexojmë në Kur'anin famulart, ajo fjalë e madhe, ajo lutje e madhe e Hazreti Ibrahimit alayhi salam, që me të vërtetë
namazi im, adhurimet e mia, jeta ime, vdekja ime, çdo gjë ime, domethënë, është për Allahun, Zotin e botëve. E sa rëndësishme është që muslimani, besimtari, me ju përkushtu Zotit të tij nga kjo pikpamje që vjen nga Kurani familjar e nga ky model, ma i miri model që vjen nga Kurani familjar e nga pozita e ma të mirë të krijesave të Allahut, mas pejgamberëve të tij, Hazreti Ebu Bekrit, nga pozita e lartë e një njeriu i cili e din se kjo jetë është e përkohshme dhe e din shumë mirë se duke qëndruar besnik në rrugën e imanit, e të tislimit, pra dorëzimit para durave të Allahut, njeriu mbetet për herë fisnik, e mbetet për herë i nalt me Allahun e drejtë Allahut. Subhanallah, njeriu sa më shumë që mendon edhe vështron për rreth tij në çdo vizitë prej vizitave që zhvillon në xhaminë e pejgamberit alayhi salatu wasalam, kupton edhe merr mësime të mëdha që i duhen për jetën e tij, për të sotmen e tij, për të ardhmen e tij, e mbi të gjitha, për të kuptuar dhe për shiu se Allahu subhanahu wa taala e udhëzon robin e tij dhe e frymëzon robin e tij në çdo moment. E mjafton që njeriu të keni sinqert me Zotin, me vrapu drejt thirrjes së tij dhe mos me u hutu nga thirrjet e shumta, ose sa të shumta janë, në realitetet tona që shpesh e marrin njeriu drejt hutimit edhe drejt largimit nga ajo çfarë njeriu t'i është premtuar nga Zoti i gjithësisë, prej qetësisë, besimit, kënaqësisë së zemrës, prehjes së shpirtit në huzur të përmendjes së tij te baraka ve taala. Këtu nga xhamia e pejgamberit ton alayhi salatu wasalam ju dëshiroj çdo të mirë dhe bekim, edhe lutem për gjithë secilin për jush, duke shpresuar që Allah subhanahu wa taala me na ivulloz zemrat tona me dashninë e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe vërshimin me dashninë më të madhe drejt dritës së tij sallallahu alaihi wasallam. Allahu ju dashur.